oficerët e policisë që bëhen tregtar droge. Imagjinoni një makinë policie që ndalet jo për të zbatuar ligjin, por për të shpërndarë drogë si çdo trafikant tjetër në rrugë. Ky skenar surreal nuk është thjesht një vepër trillimi, është një realitet i zymë që është shpalosur në raste tronditëse gjatë gjithë historisë. Sot, ne zhytemi në historitë shqetësuese të oficerëve që kaluan vijen, duke tradhtuar betimin dhe komunitetet e tyre, duke u bërë vetë trafikant droge. Matthew Hudak. Historia jonë e parë na çon në Schaumburg, Illinois, ku ish hetuesi i policisë Matthew Hudak tronditi komunitetin e tij. Hudak, një oficer me përvojë në departamentin e policisë së Schaumburgut, ishte shërbyer në forcë për gati një dekadë. Megjithatë, në janar 2013, publiku mësoi për përfshirjen e Hudak në një skandal shqetësues. Hudak, së bashku me kolegët e tij oficer, John Siki dhe Terence O'Brien, u angazhuan në një sër aktivitetesh kriminale që përfshinin në vjedhje droge, vjedhje me thyerje dhe dhunë të armatosur. Treshja do të kryente bastisje ndaj tregtarëve të drogës, do të konfiskonte narkotikët e tyre dhe më pas do t'i rishiste drogën në rrugë. Në një rast, ata vodhën kokainë nga një tregtar vetëm për ta mbjellë atë te një i dyshuar tjetër gjatë një arrestimi